terminale. Po tash japën edhe populli po thotë që 200.000, nuk po thonë në terminale, sepse nuk mendoj që populli kërkon më bë terminale. Populli kërkon një qeveri stabile. Kërkon një qeveri ndoshta me njënën për partive, dy partive tjera, më të mëdha, ndoshta me LDK-n, edhe nga sondazhet janë tregues që është elektorat më i parafort që e pranon bashkëpunimin. Edhe me vjosën presidentit që ka kandiduar për presidente, edhe me shku në një bashkëqeverisje, edhe me pas gjitha pozicionet e zgjedhura. Për ndryshe populli mendoj që nuk e fal dhe duhet me ndëshku. Dhe mendoj që duhet krijohet edhe ndoshta një alternativë e re politike që i zëvendëson zbrastira dhe dobësitë e disa prej partive opozitore për të shprehur qartë qëndrimin që Kosova përfundimisht duhet dalë nga kjo krizë dhe të mos lejohen që të manipulojnë, sepse Kurti tash e ka kuptuar që 7 qershori s'është e përshtatshme, se njerëzit i marrin parë, ja kanë marrë ka 100 euro në shku në deti, apo merr vesh në vikend, e verës njerëz pritojnë më mirë me politikë, se është koha mirë, dalin, rreziten, shëtiten. Dimri është klimë, është ambient, ma i politizuar, sepse njerëz rinë mrena, këshyrin televizorin, shumë ma të lidhur me realitetin politik. Kjo ndikon në një farlloj frustrimi dhe një farlloj lidhje me politikën, pra ka një tensionim me ambientin politik, kurse verës nuk ka. Edhe pastaj, ky nëse do në me na çu në krizë, ka me bo lloj saltash për me orë në 70-ori, edhe prap më konë përcaktues faktori diasporës. Po, mendoj që do duhet këtë dënim nëse nuk e merë përgjësin edhe nuk e një fishën e vetë. Nuk e di, unë uroj që ta kuptoj pozicionin e ti që është kryeministër dhe ka përgjithësi për të themeluar institucion. Nuk ja kanë dhënë 300.000 vota ose 350.000 vota popullit që më na çu 6 muaj zgjedhje. Po ja kanë dhënë që me marë pozicionin e kryeministrit edhe me bo pakt, me bo kompromis edhe me qeverisë 4 vjet me planin e tij edhe të bashkëqeverisëve ose partive cila do t'i ketë në koalicion. A ka